Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falënderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat i adrugoj Muhammedit alayhi salatu wa salam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert, dhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjëruese, jemi në ligjëratën e 26 me radhë tek cikli i ligjëratave Emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, enkas për këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Shkuan 26 ditë të këtij muaji të bekuar dhe na kanë mbetur vetëm edhe 3 ditë për të agjëruar dhe për ta plotësuar këtë muaj në këtë vit 29 ditë agjërim. Emri i radhës i Allahut Azza wa Jall që do të flasim për të është emri i Zotit El Qadir, që do thotë i gjithë fuqishmi. Ky emër i Allahut Azza wa Jall me të gjitha format e tij është përmendur në Kur'anin famlar gjithsej 97 herë. Ka në forma të ndryshme. Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Fa inna Allaha kana afuwan qadira." Me të vërtetë Zoti jot Allahu Azza wa Jall është falës edhe është i plot fuqishëm. El Qadir do thot ai që ka fuqi absolute, fuqia e të cilit është mbi çdo gjë. Dhe Allahu Azza wa Jall kur cakton diçka është i plot fuqishëm për ta caktuar dhe nuk ka kushti kundërvyet caktimit të Allahut Azza wa Jall. Për të arsye Allahu tha: "Wallahu qadirun, wallahu ghafurur rahim." Allahu është i gjithë fuqishmi, Allahu është ai që fal dhe është i mëshirshmi subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu Azza wa Jall është i gjithë fuqishëm edhe në krijim. Për shembull, gjërat që Allahu i krijon, pra nuk kanë kaluar ndonjëherë nëpër skenën e imagjinatës sonë. Pa marrë parasysh, a është imagjinat e së mundshmes apo e vështirë, apo imagjinat e pamundshmes. Nga sa Allahu Azza wa Jall bën çfarë të doje subhanahu wa ta'ala. Çdo gjë që dëshiron do të vijë në ekzistencë dhe ai bën çdo gjë, nga se nuk ka asgjë që e pengon vullnetin e tij dhe nuk ka askush që e thën gjykimin e tij. Një gjë e tillë apo një besim i tillë e bën besimtarin të jetë krenar, e bën besimtarin që të kapet dhe të lidhet për atë që është i gjithë fuqishmi subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall ka krijuar krijesa që nuk shohin, ka sjellë në ekzistencë gjallësa që nuk dëgjojnë dhe disa u ka caktuar Allahu Azza wa Jall të mos flasin. Këto Jalla wa Ala i bën ai i cili është i gjithë fuqishëm Azza wa Jall. Thot poeti: "Allahu soditi bimët e tokës dhe shiko e në krijimin e sunduesit të lartë mendo, si sy të argjend duke soditur me ylberth, sikur ari i shkrifur, mbi shufër kristali duke dëshmuar se Allahu është pa ortaku i madhruar." Pra, autori përshkruan një bim të quajtur Narcis dhe normalisht e bën këtë përshkrim për të dëshmuar një diçka, për të dëshmuar se Allahu Azza wa Jall është i gjithë fuqishmi subhanahu wa ta'ala, nga sa Allahu Azza wa Jall është ai i cili është i gjithë fuqishëm njëkohësisht me shëru të smurin, me shpëtu të sfruarin, me e çliru atë që është i pikulluar. Të gjitha këto gjëra janë të lehta për t'u larguar, nga se kanë të bëjnë me atë që është i gjithë fuqishëm subhanahu wa ta'ala. Kur Zekerias a.s. ju duk shumë e pakapshme që të furnizohej me fëmijë, me një gru të shtyar në mosh, me një gru e cila ka qenë sterile, ndodhi ajo që tregon se Allahu Azza wa Jall pra është i gjithë fuqishëm subhanahu wa ta'ala, nga se kur don ai diçka, Allahu Azza wa Jall e bën dhe për të është e lehtë. Gjithashtu Merjemes alayha salam ju duk shumë e pamundme të lindë një fëmijë pa baba, por Allahu Azza wa Jall ka dashur një gjë të tillë të ndodhë dhe normalisht ndodhi siç deshi Zoti xhallahu ala dhe askush nuk ka mundësi me e pengu atë çka dëshiron Allahu Azza wa Jall.
i gjithfuqishmi është Zoti xhallahu ala, i cili e bën që do thot hana të çohet në dysh për të treguar se çdo gjë ju ka nënshtruar edhe i nënshtrohet Allahut azza wa jall, i cili është i gjithfuqishmi subhanahu wa ta'ala. Andaj Zoti xhallahu ala është i gjithfuqishëm dhe nuk ka mundësi që të ketë diçka e cila është e pamundur për Allahun azza wa jall, nga sa ai është i gjithfuqishëm subhanahu wa ta'ala. Mirë po megjithatë, përkundër që Allahu është i gjithfuqishëm, mirë idhujtarët Mekas prap edhe ka njerëz prap që do thot e kundërshtojnë Allahun azza wa jall edhe nuk e besojnë Zotin xhallahu ala. Thot Ibn Jauzi rahimahullah, mëkati që më së shpejti ndeshkohet është ai që nuk përmban ëndje, që e bën njeriu të harrojë fundin. Prandaj mëkati i tillë llogaritet si inat edhe luftë. Nëse nuk kupton kundërshtim ndaj krijuesit apo konkurrencë në madhështinë e tij, ky është gabimi që nuk të i kalohet, sidomos nëse del prej një personi që e njeh Allahun, rast që rall ndodh të shpërfillet. Ka dashur të tregoj që për Allahun është çdo gjë e lehtë, mirë po nëse dikush tenton që ta kundërshtojë Allahun azza wa jalla, ta dije që është duke u përball me ato që është i gjithfuqishëm. Muslimani kur e mendon se Zoti xhallahu ala është i gjithfuqishëm, sa herë që ai mendon që ka marrë fuqi, ka marrë autoritet, ka marrë pozitë, apo sa herë që zemrohet, le ta dije dhe le ta kujtojë fuqinë e Allahut azza wa jalla që s'ka asgjë mbi fuqinë e tij. Imam Dhahabiu rahimahullah kur flet për biografinë e sahabiut të nderuar Abu Dardas, tregon se kur u shlirua Qiproja, teksa robërit e zënë gjatë luftës po kalonin pranë Abu Dardas, ai filloi të çajë. Dhe ai thanë, po çon në një ditë si kjo, kur Allahu e ka forcuar Islamin dhe muslimanët, ai tha teksa ky popull ishte në pushtet të triumfues, i bën mëkat Allahut, prandaj e gjetën këtë që po shihni. Sa të dobë që janë robërit për Allahun kur i bëjnë mëkat Allahut azza wa jall. Andaj Abu Darda ka thënë vërtetën se sa të mirë janë njerëzit, të dobët dhe të shkretë që janë kur i mëkatojnë Allahut azza wa jall. Pra muslimani është i fortë kur përderisa është me atë që është i gjithfuqishëm, përderisa nuk i mëkaton Allahut azza wa jall. Çdo mëkatim që i bëhet Zotit, e ta dije që ai do psuhet. Për arsye Allah tha: "I yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di." Nëse Allahu azza wa jall ju ndihmon, është me juve, s'ka kush me ju mposht. Nëse Allahu nuk ju ndihmon, atëherë kush ka mundësi me ju ndihmu? Andaj muslimani lidhet me atë që është i gjithfuqishëm subhanahu wa ta'ala, që fuqia e tij është mbi çdo gjë azza wa jall. Andaj Zoti xhallahu ala na ka bërë të mundur që ta njohimi Allahun azza wa jall, se ai është i gjithfuqishëm, se çdo gjë që tenton me ju kundërhyj Allahut dështon, nga se kur përballet me fuqinë e tij, pra do psohet çdo gjë, i nënshtrohet Allahut azza wa jall. Andaj e lusmi Zotin që ka lutur pejgamberin sallam, se është i gjithfuqishëm dhe më thon Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, o ti që i rrotllon zemrat, udhëzoja zemrën time në fen tënde, për të treguar që nga gjithë fuqia e tij është se çdo gjë është në duart e tij xhallahu ala, dhe Allahu i rrotllon gjërat ka hadon ai subhanahu wa taala. Prej dobive që lë besimi te ky emër dhe për gjurmëve është se muslimani kur e kupton se Allahu është i gjithfuqishëm, i mbështetet Zotit dhe e lidh çdo gjë me Allahun azza wa jall. Sa që ka nevojë i kthehet Allahut, sa që ka nevojë me larguni breng i kthehet Zotit, sa që ka nevojë me aplesuni dëshirë i kthehet Allahut azza wa jall. Për arsye Allah tha: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ai i cili mbështetet Zotit, Allahu i mjafton për çdo gjë. Ose për shembull, sa që ka nevojë për Allahun, ai e kujton Zotin dhe atë. Nga sa Allahu azza wa jall ka thënë: "Alaysa Allahu bikafin 'abda." A nuk i mjafton Allahu robit vet. Andaj Allahu na mjafton për çdo gjë. Gjurma e dytë që e lën besimi në këtë emër të Allahut azza wa jall, vërtetësia në mëshirën e Allahut, në butësinë dhe në urësinë e tij. Nga sa Allahu azza wa jall ai i cili është i butë dhe ai i cili është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Gjithashtu muslimani kur e kujton këtë emër të bukur të Allahut, largohet nga zullumi me të gjitha format e zullumit, qoftë në pasuni, në gjakderdhje, qoftë në nder, nga se imani se Allahu azza wa jall, pra është ai i cili është i gjithfuqishëm, do thot e bën njeriu që ta ndalë zullumin nga njerëzit
nga se nuk ka fuqi pas fuqisë absolute të Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu muslimani sa që vetë mashtrohet apo tenton shejtani i mallkuar ta vetë mashtroj se ky ka bë pushtet, se ky ka bë fuqi, ai vazhdimisht e përkujton ato që është i gjithfuqishmi, Allahu Azza wa Jall, dhe kur e përkujton Zotin, e din që ka she Allahu të zero, e din që pa Allahun nuk mundet asgjë me vepru, përkundër pushtetit që e ka, përkundër pasurisë që e ka njeriu. E lusme Allahun që të mbështetemi te Allahu që është El Qadir, ai i cili është i gjithfuqishëm dhe për të cilin ka nevojë të gjitha krijesat. Dhe në takimin e ardhshëm ju lënëm kujdesin e Allahut Azza wa Jall, ai di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.